Atë ndërkohë po futen dhe të tjerë. Shumë kënaqësi për pjesëmarrjen sot, po shoh që ka një pjesëmarrje goxha të mirë dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Ne me mësuesit kemi një rrjet Invest prej muajit janar të 2026-s, është një rrjet mësuesish informal, i cili është krijuar me shumë dashamirësi nga ne, po edhe me shumë dashamirësi nga gjithë mësuesit që janë pjesë e rrjetit, ku çdo muaj ne organizojmë nga vetë mësuesit një trajnim për mësues të tjerë. Trajnim më shumë është një lloj diskutimi, workshopi që mësuesit të ndajnë me njëri tjetrin problematikat, nevojat, gjëra që mund t'i shqetësojnë në përditshmërinë e tyre. Sot ne do realizojmë një tema e takimit të sotëm është tematikat sekrete të një projekti kurrikular, garantimi në zbatimin e suksesshëm, i cili do mbahet nga mësuese Alda Kadriu dhe mësuese Dhurata Shema, që unë jam shumë falenderuese personalisht edhe në emrin e Albanian Skills për dëshirën për të realizuar këtë tematikë dhe për iniciativën që kanë marrë, pavarësisht gjithë angazhimeve që ato kanë. Unë po ja lë fjalën të dy mësuesve, Aldës edhe Dhuratës, për të bërë një prezantim dhe për të filluar me takimin. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë jam Alda Kadriu. Jam mësuese në shkollën profesionale Nazmir Ushiti me 28 vite eksperiencë dhe 20 vitet e fundit i kam në shkollën profesionale ku aktualisht punoj. Për 7 vitesh jam dhe koordinatore e njësisë së zhvillimit dhe përgjithëse për sigurimin e cilësisë në shkollë. Jam shumë e nderuar që këtë seancë ndaj sot me Dhuratën, e cila ka një eksperiencë dhe ajo shumë të gjatë në arsim. Dua ta falenderoj se kam qenë me fat, përfitoj nga ekspertiza e saj si eksperte në fakt për çështje gender, me cilën kemi bashkëpunuar dhe kemi pas projekte të përbashkëta në këtë aspekt. Dhurata mund të prezantohet vetë si. Po, Alda, të falenderoj shumë. Realisht është kënaqësi kur gjendemi prapë si kolege dhe bashkëpunojmë bashkë në të tilla eksperjencash. Unë quhem Dhurata Sheme, kam 26 vite në arsim profesional. Kam qenë shpesh herë koordinatore, udhëheqëse projektesh dhe veprimtarisht të ndryshme të cilët arsimi profesional i ka shumë të zhvilluara përtej klasës dhe shkollës. Pra, gjithë eksperjenca që ne do të ndajmë sot është një eksperiencë e përbashkët me Aldën, por në të njëjtën kohë që ne kemi fituar dhe gjatë punës dhe angazhimeve, që pavarësisht se unë mbuloj arsim të përgjithshëm sepse kam mbaruar histori gjeografi në sistemin e vjetër 4 vjeçar, më pas një master shkencor, mësimdhënie në psikologji sociologji. Kam pas eksperienca të ndryshme në karrierën time, gjë e cila më ka bërë të mundur të formosohem në shumë fusha. Por ajo që është më interesante është përvoja dhe të gjithë fushat që arsimi profesional na ka dhënë mundësinë të kemi. Kështu që sot do të jemi bashkë, ne do shpresojmë ta bëjmë sa më interaktive aktivitetin, që të mos mërzitemi dhe ti përmbahemi kohës për 1 orë që të mos ta kalojmë përtej dhe t'ju lëmë dhe juve pak hapësirë për pjesën tjetër të ditës. Kështu që fillojmë, ju mund na ndërprisni në çdo moment që do të keni nevojë për një pyetje ose paqartësi, dhe ne do të jemi të gatshëm ta konsultojmë së bashku dhe ta diskutojmë për të nxjerrë më të mirë. Faleminderit dhe radha pa lë kolegës. Okej, faleminderit Dhurata. Fillimisht prapse kjo temë, kur Dhurata e pashtroi si ide, për faktin se këtë vit dhe vitin që kaloi ndryshe nga vitet më përpara për mbrojtjen e shkallës së kualifikimit mësues mjeshtër, duhej patjetër projekti kurrikular. Pra kjo ishte arsyeja e parë sepse ne vendosëm që ta trajtojmë këtë temë. Dhe gjithsesi është edhe një angazhim për gjithë mësuesit e lëndëve të përgjithshme, të cilët e kanë detyrim ligjor të programit të tyre lëndor që 10% të lëndës dhe 20% të vlerësimit fundimtar, ato duhet të realizohen nëpërmjet projektit kurrikular. Pra kjo ishte edhe ajo nisja për cilën ne menduam që duhet ta trajtojmë këtë temë. Dhe është një temë pse jo që na angazhon të gjithëve gjatë gjithë vitit shkollor, mësimor, dhe ka dhe ato vështirësitë e veta. Unë fillimisht doja të ndaj me ju shpejt një konstatim që e kam hasur para disa vitesh, në fakt me një nxënëse që vinte nga arsimi i mesëm i ulët nga klasa e 9, ku ajo shpreh se ndjeje frustruar në lidhje me projektin kurrikular, duke thënë që kur mësuesit japin një detyrë në grup për një projekt, punën e bën vetëm njëri, ai që është më i përgjithshëm, i cili merr përsipër gjithçka. Në fund, nxënësit e grupit marrin një notë të gjithë anëtarët, por që në fakt
në përgjithësi kanë qenë gjithmonë indiferent dhe janë vlerësuar në mënyrë të padrejtë. Kjo metodë mendoj se i edukon nxënësit gabim. Së pari, ata nuk edukojnë që të marrin përgjegjësi. Së dyti, përfitojnë nga puna e tjetrit dhe më e rëndësishmja, kjo metodë vlerësimi demotivon edhe nxënësin e përgjegjshëm. Pra është një element kyç që ne duhet ta kemi kujdes në momentin kur japim për të zbatuar një projekt kurikular dhe mënyra se si ne e strukturojmë dhe si e zbatojmë ato gjatë gjithë hapave. Se menduam, okay. Përshëndetje. Përshëndetje Junilda, Junilda, okay. Mirë se vini. Ndjes për vonesa. Mirë se erdhët në bashkuat. Kur mendoni për projektin kurikular, çfarë ju vjen në mendje me 2-3 fjalë? Ndërkohë mund t'i strukturojmë dhe në chat që t'japim më shumë mendime. Pra çfarë ju vjen në përgjithësi ndërmend? 2-3 fjalë. Në fakt, projektin, sipas mendimit tim, kurikular do ta lidhim së pari me punën në grup. Gjëja e parë që më vjen në mendje, nëse kam të qartë temën apo nëse kam një sër temash në mendje, pjesën tjetër do ta lidh me mënyrën e organizimit të punës, duke pasur si synim që të krijoj grupe. Pra synim kryesor bashkëpunimi. Bukur, pra punë në grup bashkëpunim. Po. Duke qenë se ata janë në një moshë pa dyshim që janë duke eksploruar, duke mësuar gjërat e reja. Por nga ana tjetër arrin të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, por jo gjithmonë për punën apo për gjën e duhur. Kështu që mendoj se po janë dy terma në fakt shumë të gjetur dhe shumë tipike të projektit, është shumë e vërtetë. Në opinionin tuaj, pse ndonjëherë projekti Elona jam, mund të thotë diçka? Po patjetër. Sa po dëgjoj fjalën projekt kurikular, në mendje më vjen kreativiteti i nxënësve. Shumë e vërtetë, bukur. Përshëndetje. Pra bashkëpunim, punë në grup, kreativitet, janë të gjitha fjalë kyçe të projektit. Orikela, Andreca, po. Të zgjedh një temë interesante, cila do t'i nxjisë nxënësit të mendojnë, por dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, pra të mos jenë indiferent. Po, shumë e vërtet, shumë faleminderit. Bukur. Të gjitha këto sa po thatë janë gjitha shumë vërteta dhe janë tipike thash terma që i takojnë projektit kurikular. Por thash na ndodh, jo më kohë të parashtrova atë hyrjen, na ndodh që projektet edhe dështojnë. Si mendoni ju, pse mund dështojë një projekt? Nga nxënësit. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, Ariana? Përshëndetje. Atëherë në punën që kam vënë re në shkollë nga shumë kolege, edhe e kemi diskutuar shpesh herë me koleget, sado që ne në fillim të vitit e zgjedhim bashkërisht temën e projektit me nxënësit, jo gjithmonë mund të gjejmë një temë që u pëlqen të gjithëve, prandaj ata që e pëlqejnë më shumë edhe do të angazhohen më shumë. E dyta është që sado që e themi në fillim të vitit dhe puna të planifikoj gjatë gjithë vitit, hap pas hapi, pra zbatimi i projektit të jetë i shtrirë në kohë, ndodh shpesh herë që shumë e lënë për në fund punën, edhe nuk e kryejnë procesin në mënyrë sistematike. Ariana, ja një sekond. Mirela po thotë që është dhe mungesë interesi ndonjëherë. Pra shumë nxënës ka mungesë interesi për sa i përket edhe temës. Atëherë, kjo ka të bëjë dhe me motivimin e brendshëm dhe të jashtëm. Ka nxënës që kanë motivim të brendshëm dhe janë të gatshëm të vënë në eficiencë të gjitha aftësitë e tyre, po ka dhe nxënës që presin një motivim nga jashtë për të kryer një detyrë apo për të marrë një përgjegjësi. Gjithashtu, mungesa e seriozitetit, po ndonjëherë dhe mungesa e buxhetit, pra për të realizuar një projekt që të ketë një produkt shumë të kënaqshëm, kërkohet edhe një farë buxheti dhe një mbështetje nga prindërit, pra përveç punës organizative që bëjnë mësuesit me nxënësit e tyre. Ndarja e grupeve mes nxënësve ndonjëherë bëhet që vetë nxënësit ndahen me ato që u shkon më shumë
karakteri që u përshtatet më shumë karakteri, po ndonjëherë i ndan vetë mësuesi duke mos marrë parasysh interesat apo nevojat e nxënësve. Shumë Pra, e vërtetë. aspektet janë ndryshme. Gjithashtu, nxënësit edhe nuk din të bashkëpunojnë me grupe, ose kanë egon që e bëra unë të dukem unë për atë që kam bërë unë dhe nuk e evidentojnë edhe punën e shokëve dhe shoqeve. Por gjithashtu dhe një mungesë e burimeve akademike. Pra nëse një shkollë do jetë e kompletuar me një bibliotekë me libra akademik të fushave të ndryshme, dhe nxënësit të munden që të hyjë 1 orë, 2 orë për të marrë burime shkencore, jo vetëm nga interneti, sepse informacioni në internet jo gjithmonë është akademik me burime të sigurta shkencore. Dhe e vërtet. sigurisht është një burim i mirë, por jemi sigurt dhe gjithmonë do një kontroll të vazhdueshëm dhe nga mësuesi për ato për zgjedhjen e informacioneve të marra. Po, shumë e vërtet, do të falenderoj. Mua më bëri përshtypje një term, po? Alda, mundem? Po, mundesh. Vetëm diçka, shpejt. Jam dakord me Arianën kur thotë mbi kërkesa e projekteve në lëndët në fund të vitit. Unë kam klasë matur, mendoni që kërkese ka matura tani për përgatitjen e provimeve. Shumë e vërtetë. Dhe shohësh nxënësit, sa të ngarkuar janë, është gjyna. Me të drejtën, pra duhet ajo shpërndarja dhe planifikimi i të gjitha lëndëve që të mos përplasë. Pra kemi dy, shumë faleminderit Merila. A mund të them edhe unë diçka, Alda, të lutem? Po, patjetër. I dëgjova me shumë vëmendje, I dëgjova me shumë vëmendje kolegët, absolutisht nuk mund t'ju heqja asgjë, por unë mendoj një ndër dështimi kryesor është tek serioziteti që ka mësuesi. Sa do të flasim ne që unë e bëj atë, që këtu fillon. Kjo është e para, sepse jam shumë dakord, Edmira. Shpeshherë mësuesit janë të mbi ngarkuar, qoftë në orë të mësimit, qoftë me aktivitetet e tjera, qoftë me çdo festival që e fut ministria nga 1 në javë. Shumë e vërtet. Pastaj projekti mbetet, të themi hajde ta plotësojmë dhe këtë. Kjo është e para. E dyta, mos harrojmë se jam mësuese në gjimnaz dhe kam dhe 2 koleget mia të nderuara këtu bashkë me ne. Ju falenderoj. Dhe e dyta, ajo që më bën më shumë përshtypje është puna e mirë e juaja për temën që e keni zgjedhur, që ne jemi bërë 35 veta në një trajnim për të diskutuar me njëra tjetrën. Dhe e treta është Jay-Z. Mos harrojmë, kjo mosh, po nuk arritet ta fusësh në punë, në rrugën e dur, gjithmonë do dështojmë. Faleminderit. Shumë faleminderit kolegeve dhe më sollën ca elementë që janë me vërtet kyçe për sa i përket projektit. Pra, termat që më ngelen mua në mendje, problematikat janë mungesë interesi, po ne duhet kuptojmë se nga vjen kjo mungesë interesi e nxënësve. Vjen nga vetë nxënësi apo pra kjo duhet menduar pak se nga vjen mungesa. Pra mos duhet që neve në një moment të caktuar të zgjedhim një temë, një problematik që nxënësi faktikisht e prek atë në jetën reale. Pra ky është një lloj motivimi. Dhe së dyti, ne si mësues ja bëjmë të qartë nxënësit se çfarë ai duhet bëjë në këtë projekt, cila është detyra e tij dhe në fund të projektit, për çfarë do vlerësohet ky nxënës. Pra janë ca element për cilat ne duhet të kemi kujdes dhe siç thotë edhe Mirela, do ishte mirë që mendojmë edhe mënyrën se si neve e shtrim projektin gjatë gjithë vitit, duke marrë parasysh që gjitha lëndët kanë projekt dhe nxënësit mbi ngarkohen dhe ndoshta nuk i kushtojnë atë rëndësinë e duhur projektit të një lënde të caktuar. Po, nëse mund të shtoni diçka tjetër? Alda, më dëgjon? Keni diçka për të shtuar po Dorata? Po shtoj unë pak me që se dëgjova dhe kam mbajtur shënim të gjithë problematikat që mësuesit ngren ose kolegët do të themi më saktë. Dhe shpresoj që materiali që unë kam përgatitur do të jap përgjigje dhe do t'ju ndihmoj të gjithave në këto vështirësi që hasim. Jo ju, po edhe ne që bëjmë këtë material se këtë trajnim sot, i kemi këto vështirësi. E gjithë puna është të koordinosh punën midis mësuesit dhe nxënësit dhe kjo është hallka kryesore. Prandaj unë kam quajtur proces projektin. Pra është një proces që duhet vazhdimisht të
lëviz ingrenazhet derisa të arrijë në sukses. Prandaj do të jem shumë falendëruese nëse do të qëndroni deri në fund, se do t'u jap disa teknika të vogla suksesi se si të anashkalojmë ose t'i shmangim ose t'i minimizojmë këto vështirësi që ne hasim gjatë punës. Shumë faleminderit Durata. Kalojmë në një çështje tjetër që unë i kam quajtur si një pyetje për diskutim në fakt. Në lidhje me a e keni përdorur metodën, tani vërtet që mësuesit e lëndëve të përgjithshme e përdorin sepse e kanë detyrim ligjor ta përdorin, por ndoshta mësuesit e lëndëve profesionale nuk e kanë këtë detyrim dhe nuk është se e kanë përdorur të gjithë, besoj. Kur e keni përdorur për herë të fundit, cilat janë vështirësitë që keni hasur? Si mendoni, një vështirësi kryesore, nëse mund ta ndaj dikush eksperiencën e vet? Cili është momenti më i vështirë që ju mendoni që haset në një projekt? Përshëndetje. Kemi ndonjë? Jonela, përshëndetje. Falni se u shkëputa pak u prish interneti. S'ka problem, janë gjëra që ndodhin. Jam mësuese biologjie në shkollën profesionale Nazmir Ushiti. Siç e thatë dhe ju, projekti kurrikular është detyrim ligjor, pasi është dhe pjesë e vlerësimit që bëhet në fund të vitit. Jonela, profili juaj është i biologjisë. Biologji, po. Po, patjetër që e kam përdorur dhe unë projektin kurrikular. Ai është i shtrirë gjatë gjithë vitit, i shpërndar në 3 orë, një në tremujorin e parë, të dytë dhe të tretë. Në tremujorin e parë, fillimi ka qenë patjetër i vështirë, që aty nis vështirësia, mund të them, që nga zgjidhja. Shtoj diçka Jonela këtu? Po. Pra kur themi 3 orë, fakt do ishte mirë të ishin 3 faza, sepse në varësi të përqindjes së orëve, 1 orë në javë ose 2 orë në javë, ndahet edhe numri orëve. Pra, ato lënë që janë 1 orë në javë mund të jetë 3-4 orë. Ato lënë që janë 2 orë në javë mund të jetë 8 deri në 10 orë. Pra, numri orëve është në varësi edhe të totalit të orëve vjetore. Në faza, po, në faza. Në faza, po. Sepse unë jap dhe biologjinë dhe kimin, biologjia është e shpërndar në 1 orë në tremujorin, në çdo tremujor, dhe kimia që është 2 herë në javë, ka më shumë. Qartë. Po, vështirësia fillon, doja të thoya që në tremujorin e parë, që tek zgjedhja e temës. Ajo unë veproj kështu, ju prezantoj nxënësve disa tema dhe ato ku ndihen temën ku ato ndihen më mirë, zgjidhet edhe vazhdon pastaj ndarja e punës. Që aty fillon vështirësia sepse nxënësit nuk bien dakord, njëri ndihet më mirë në njërin temë, tjetri do një temë tjetër. Dhe pastaj nuk mbetet vetëm me 1 orë, ora e projektit, edhe pas mësimit, edhe kur jemi të lirë, nxënësit vinë her pas here, pyesin mësuese si ta bëjmë këtë, si ta bëjmë atë, s'po bijem dakord me ndarjen e detyrave. Keni pasur sukses ju në projektin kurrikular? Kur them ju, do të thotë nxënësit, vetë projekti. Po, projekti që kemi realizuar këtë vit, në fakt ka qenë projekt ndërkurrikular, e kemi lidhur me fushën e matematikës, fizikën dhe teknologjinë. Shumë interesante. Si lindi ideja? Si lindi kjo ide? Ideja nuk ka lindur këtë vit, duke qenë ne kemi parë nga vitin në vit nxënësit që punojnë, kanë dëshirë, me thënë të drejtën, të punojnë me projekte kurrikulare. Më shumë më duket sikur ju pëlqejnë detyrat në grup se sa detyrat individuale. Mua personalisht ashtu më duket. Duke qenë se bashkë me mësuesen e matematikës kemi parë nxënësit na kanë pru me të vërtet detyra shumë bukura, kemi menduar pse jo mos ta lidhim këtë vit bashk projektet ose idetë e nxënësve, t'i ndërthurim me njëra tjetrën dhe të sjellin diçka që i lidh të dy fushat me njëra tjetrën. Për shembull, a mund të sjell ndonjë shembull? Po, patjetër. Për shembull, nxënësit e drejtimit profesional teknologji, TIK, menduan që, dhe me mësuesen e TIK-ut, gjithashtu e kemi realizuar këtë projekt, menduan që biologjinë, krijuan robotin e së ardhmes, i cili ekzaminon sëmundjet. Pra nuk do të shkojë doktori në të ardhmen për të ekzaminuar sëmundjet, por do të jetë ai roboti
teknologjik I cili me anë të ekzaminimeve të tij do të shikoj se çfarë sëmundjesh. Po, pra ju e pat si mënyrë motivimi për nxënësin, që ai të jetë I angazhuar, pra kjo ishte mënyra se si ju angazhuat nxënësit. Pastaj në kimi, shkallën e pH-it e realizuan me anë të një rulote dhe këtë gjë e lidhen me matematikën, me probabilitetin, për këtë mund të flas më shumë se nuk di ta shpjegoj këtë anën e fushës matematikës, nxënësit dinin të shpjegojnë shumë më bukur se unë. Shumë interesant. Cila ishte ajo pjesa më e vështirë që ju hasë gjatë realizimit? Pjesa më e vështirë, tani, unë thash që vështirësia nis që në fillim, por kur detyra realizohet në fund, nuk numërohet fare ajo vështirësitë që kemi hasur gjatë gjithë rrugës. Po cili ishte çelësi I suksesit atëherë? Bashkëpunimi, vetëm bashkëpunimi. Po. Okej. I të gjithë nxënësve. Faleminderit. Është ajo që theve ti në fillim, ka nxënës që nuk përfshihen, ka nxënës jo, por ne jemi munduar që t'i përfshim të gjithë. Duke I përfshirë si? Jemi munduar t'i përfshim të gjithë, duke u dhënë nga një detyrë. Nga një detyrë, shumë e bukur kjo. Po. Faleminderit Jonela. Alda, mund të ndajë në eksperiencën time patjetër. Si mësuese në lëndët profesionale. Po. Që ishte dhe pyetja juaj në fillim. Po, absolutisht. Në udhëzim ne nuk kemi projekte. Tamam. Por kemi lirinë që brenda një teme mund të vendosim edhe orë veprimtarie. Dhe kam vendosur që nxënësit për atë periudhë, duke parë që s'kishte edhe interesin për lëndën, ti them që si e ke parë lëndën deri tani. Mund të ma shpresh me një vizatim, me një ngjarje, me një objekt si të duash ti. Dhe në fund fare nxënësi objektivin, qëllimin edhe ato çfarë bëri. Po. Interesant. Pra është si një lloj detyre. Po. Okej, Elona. Faleminderit. Kemi një tip loje tani, e vërtet apo mit, në lidhje me 3 deklarata për projektin kurikular. Projekti kurikular është thjesht një detyrë më e gjerë ose më e gjatë, si mendoni? A është projekti thjesht një detyrë më e gjatë në opinionin tuaj? Pra si e shihni ju? Në fakt, dhurata e përmendi pak më parë që është një proces I tërë, nuk është thjesht një detyrë. Është një proces që fillon ideohet nga mësuesi, bashkëpunon me nxënësit, koordinon grupet, ndjek të gjithë veprimtarinë, pra nuk është thjesht një detyrë. Nuk është. Ja detyrën sot dhe do ta përfundoj nesër. Është një proces I tërë, është një proces I cili përmban punën si të mësuesit dhe të nxënësit, dhe në fund fare ka një produkt përfundimtar. Absolutisht. Shumë e vërtetë është Orikela, shumë faleminderit. Deklarata e dytë, a mjafton një temë mirë që projekti të funksionojë? Mjafton një temë mirë, një ide e mirë që projekti të funksionojë dhe të jetë I suksesshëm? Mendoj që një temë mirë është e domosdoshme në mënyrë që nxënësit të kenë interes. Ndoshta ta zgjerojnë idenë që ne mund të kemi paraprakisht dhe të na surprizojnë edhe me risit që mund të sjellin në projekt, por nuk është mjaftueshëm, sepse normalisht pa punën e tyre dhe pa udhëzimet pastaj do të arrijmë te minimumi ose ndoshta absolutisht. Absolutisht, Linda, shumë faleminderit. Dhe së treti, vlerësimi është pjesa më e vështirë e projektit? Mendoni se vlerësimi është pjesa më e vështirë e projektit? Në të vërtet po, sipas mendimit tim. Sigurisht që ne bëjmë atë tabelën e vlerësimit duke pasur parasysh të gjitha etapat, edhe periudhën e parë, pra periudhën gjatë së cilës ata grumbullojnë informacionet, gjejnë burimet ku do të bazohen, periudhën e dytë e cila në një farë mënyrë është ajo periudhë gjatë së cilës ata prezantojnë idetë e tyre, ose ato strukturën ose skeletin në thonjza të një projekti. Por procesi më I vështirë është tek periudha e tretë, sepse nisur nga përvoja ime, në fund unë shoh një produkt I cili është
i mirë organizuar. Është i mirë menduar dhe është një produkt me vlerë. Problemi është me pjesën që ndoshta nuk ka dhënë kontributin maksimal në këtë produkt. Sigurisht që dihet që ajo është e ndarë me përqindje, ka një përqindje që vlerësohen nxënësit për punën në grup, është edhe përqindja tjetër për punën individuale. Por gjithsesi të shikojmë edhe pjesën e ndikimit nga ana jonë. Në momentin që sheh këtë produktin vërtet realizuar, fillon dhe ndoshta deri diku përpiqesh të jesh më pozitive ose ta shohësh më me shumë tolerancë pjesën e vlerësimit, ndoshta edhe të atyre nxënësve që nuk kanë dhënë maksimumin e tyre, por që nuk e kanë bërë për shkak të neglizhencës, por ndoshta edhe për shkak të aq mund t'japin grupit ku kanë qenë, sepse kanë bërë pjesë. Po, kanë nxënës që kanë bërë për shembull pjesën e tikut. Ata mund të kenë marrë pjesë fare pak tek lënda, por janë ata që i kanë dhënë të gjitha ato paraqitjen produktit, kështu që ka një rol shumë të rëndësishëm. Është shumë e vërtetë, Julinda, faleminderit. Mua m'pëlqeu shumë ajo pjesa e parë që përmende që e fillove, kur the që kemi atë fletën e vlerësimit, e cila duhet përmbajë dhe ato kriteret e vlerësimit. Pra nxënësi që në piknisje, që në fillim e di që do kryej një proces të caktuar dhe në fund do vlerësohet për 1, 2, 3 gjëra. Dhe kjo pastaj e thjeshton punën. Në momentin që ne e kemi të organizuar në këtë formë, mendoj që nuk është se do ketë vështirësi pastaj edhe pjesa e vlerësimit. Pra nëse ne nuk ja përcaktojmë nxënësit qartë se për çfarë do të vlerësohet, atëherë ngelet pjesa më e vështirë, është e vërtetë. Faleminderit Julinda. Okej, kalojmë, nëse s'keni diçka për të shtuar, keni diçka për të shtuar këtu? Atëherë kalojmë në pjesën tjetër. Për sa i përket projektit kurikular, pse kjo metodë, tham, përveç se arsyeve që ne përmendëm më lart, projekti kurikular ka edhe një veçanti tjetër që lidh edhe teorinë me praktikën. Nxënësit janë të aftë të ndërtojnë njohuri përmes eksplorimit të gjërave, të cilat ata kanë interes. Pra ne tham, një projekt i cili ka një ide të mirë motivon nxënësin. Pra, ajo që e lidh atë me përditshmërinë e tyre. Pra, zgjidheni një problemi që ata i shqetëson, një situate reale, apo përmirësimi një situate, është diçka që ata i motivon dhe i angazhon nxënësit. Gjithashtu, nëse nxënësi angazhohet gjatë realizimit të projektit, zhvillon dhe kompetenca dhe aftësi. Çfarë do thotë zhvillon kompetenca dhe aftësi? Nëse njohuritë që ai merr gjatë zhvillimit të mësimit angazhohet për të realizuar në një projekt kurikular, do të thotë që ai është i detyruar të përdorë ca aftësi dhe të forcojë këto aftësi dhe të mbajë disa qëndrime në lidhje me tematikën që ai do të trajtojë gjatë projektit. Kjo rrit angazhimin e tyre dhe na ndodh ndonjëherë që një nxënës që ndoshta në përditshmëri, në lëndë teorike nuk është aq produktiv, kur vjen puna për të angazhuar në aktivitetin ose zhvillimin e një projekti, ai aty shkëlqen. Pra ne duhet që ta nxisim aftësinë këtij nxënësi në mënyrë që ai të jap atë çka ai është i aftë të bëjë më mirë. Një moment tjetër është dhe projekti kurikular, është një formë e organizimit të nxënit. Kur themi një formë e organizimit të nxënit, e të mësuarit pra, që bazohet në detyra reale, në këtë moment integrohen njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet. Dhe sigurisht që njohuritë duke marrë një përgjegjësi për të realizuar një detyrë, ti do të finalizosh të gjithë këtë duke prodhuar një produkt që mund të jetë një prezantim. Po marrim një shembull nga përditshmëria. Nëse tema e projektit, për shembull, do të jetë për të përmirësuar sigurinë në laboratorët e shkollës, për shembull, qëllimi është që nxënësi të gjejë mënyra dhe të angazhohet në gjetjen e formave për të përmirësuar sigurinë, atëherë ky nxënës do të angazhohet që të kërkoj se si mund të realizojmë ne këtë siguri, pra të zhvilloj metodën e kërkimit. Pastaj se si mund të prodhoj një produkt për ta realizuar këtë qëllim, që mund të jetë një fletpalosje, një broshurë, një prezantim, pra në fund ka një produkt final.
Atëherë, për të kaluar të karakteristikat kryesore të projektit, cilat janë karakteristikat? Nga gjithë çfarë përmendëm më lart dhe atë që u tha edhe nga kolegët, arrim kuptojmë që projekti është i orientuar nga nxënësi. Pse i orientuar nga nxënësi? Sepse nxënësi është ai që do të realizojë aktivitetet e projektit. Pra ne vërtet vendosim qëllimet dhe rezultatet, por nxënësi do të realizojë këto aktivitete për të realizuar produktin final. Është i bazuar në problem. Pasi tham, nëse ne arrim që të angazhojmë nxënësin vërtet në situata reale të përditshmërisë, si ata i shqetëson, atëherë nxënësi motivohet dhe ka atë angazhimin që ta realizojë detyrën dhe ta çojë deri në fund. Kur themi interdisiplinor, do të thotë që angazhohen dhe ndërlidhen lëndët dhe fushat e ndryshme të procesit mësimor. Për shembull, nëse do të zhvillojmë një produkt i cili ka të bëjë me një guid ose një itinerar turistik, atëherë cilat janë disiplinat që angazhohen? Nxënësi duhet të zhvillojë në fillim njohuritë e marra nga lënda. Nëse unë jam e gjuhës angleze dhe nxënësi do përdor njohuritë e gjuhës angleze, strukturat gramatikore për ta bërë sakt nga ana gjuhësore, atëherë ai do ndërthur edhe teknologjinë që këtë produkt ai ta hedh në një platformë të caktuar, siç është për shembull programet, siç janë platformat Canva ose një barcode ose pra janë aftësi ndërdisiplinore që janë të detyrueshme për të përdorur brenda për brenda lëndës që ti zhvillon. Nxit bashkëpunimin mes nxënësve. Ne thamë që në fillim të projektit nxënësit duhet të ndahen në grupe dhe secili duhet të realizojë detyrën e tij brenda grupit dhe për këtë nxënësit duhet të bashkëpunojë pasi puna e njërit nxënës është, si me thënë, suksesi për produktin final brenda për brenda grupit dhe në fund për produktin që klasa duhet të realizojë. Keni, nuk e di diçka për të shtuar në lidhje me këto karakteristika, që të vazhdojmë me rezultatet e të nxënit. Për sa i përket rezultateve të të nxënit, cili rezultat është i matshëm dhe pse në opinionin tuaj? Kur themi nxënësi kupton, si mendoni, është një rezultat i matshëm? Nxënësi kupton, mendoni se është i matshëm si rezultat? Patjetër, po është i lidhur pastaj edhe me të gjitha komponentët e tjerë, sepse është hapi i parë. Kupton temën, kupton kërkesat, kupton është i matshëm? Synimin. Si e masim? Nxënësi kupton, si mund ta masim? Pra kur themi nxënësi kupton, si është aktiviteti që duhet realizojë nxënësi për të treguar që ai e kupton? Që ai sjell. Pra nxënësi sjell. Okay. Në fazën tjetër të projektit, kur ne kontrollojmë materialet paraprake, punën mbulumtuese, ai ka sjell pikërisht ato materiale që vlen për temën e projektit. Domethënë nuk është i shpërndarë, ka kuptuar, por nuk është ai treguesi tamam i matshëm që do të ndikonte në vlerësimin përfundimtar. Është tregues i matshëm, por jo ai që do të ndikonte në vlerësimin përfundimtar. Pra nxënësi kupton, mund të themi që nuk është i matshëm. Po për vlerësimin përfundimtar. Mund të ndërhyj pak Alda, meqense jemi. Pra, nëse kemi nxënësi kupton temën, nxënësi kupton qëllimin e projektit, nxënësi kupton detyrën e tij. Nëse kemi këtë gjë, nuk është i matshëm, por nëse nxënësi, siç e tha dhe Orikela, e mbledh informacionin rreth kësaj detyre. Pra, ka bërë kërkim. Nxënësi ka marrë dhe ka selektuar informacionin dhe e ka përshtatur realisht me këtë, themi se këtu kemi një element të matshëm dhe kjo mund të jetë një kriter vlerësimi. Pra nuk themi një vlerësim përfundimtar, por kemi një kriter. Cili është kriteri? Që nxënësi është i aftë të kërkojë informacione, ta selektojë atë brenda qëllimit që ka. Dhe është një kriter i parë. Pra në vend të nxënësi kuptojnë, ne mund të përdorim folje që është më aktive, më e matshme. Nxënësi mbledh, nxënësi kërkon, nxënësi selekton, nxënësi përzgjedh, okay? Nxënësi analizon.
Është e matshme? Si mendoni? Nxënësi analizon. Është Nëse një nuk rezultat kemi i matshëm? një qëllim të matshëm, pas fjalëve, kupton informacionin, kupton veprimtarin, kupton këtë, ose analizon 3 dokumenta bazë ose 3 burime. Pra, nëse nuk ka nga pas një veprim që nxënësi e kryen, janë në këtë formë janë totalisht pamatshme. Por duhet të ketë se s'bën një veprim që ai duhet ta kryej, po të jetë specifik. Pra, kur themi analizë është veprim. Sepse kur themi kupton është gjendje në fakt. Kështu pra, analizë automatikisht mund themi që ai do të ndërmarrë një veprim për të realizuar. Është një veprim i cili i përket një niveli të lartë. Të lartë, patjetër. Absolutisht. Përfshirë dhe ka kaluar atë etapën e njohjes, grumbullimit, selektimit dhe tashmë është po jep kontributin e tij në të gjithë këtë informacion me cilin është përballur. Shumë e vërtet. Dhe nxënësi prezanton përsëri? Është i matshëm? Është i matshëm, absolutisht. Normalisht është një kriter vlerësimi, prezantimi që ne e përdorim ndër kriteret e vlerësimit në projekte. Dhe nxënësi di është i matshëm? Sigurisht, sepse njohurit përfundimtare për njohurive. Po si i masim nxënësi di? Pra si mund të shikojmë ne që nxënësi di? Di nuk është e matshme. Nuk është e matshme. Pra në vend të foljes di, ne mund të përdorim folje të tjera të cilat maten. Për shembull, nxënësi parashtron, liston, pra gjitha këto janë rezultate të cilat neve duhet të kuptojmë nëse maten apo jo. Që do të thotë, këto rezultate mund t'i kthejmë në aktivitete, pasi në një projekt kurikular, pasi parashtrojmë një qëllim, ne duhet të vendosim se cilat do t'jenë rezultatet, dhe për secili rezultat ne duhet të hartojmë edhe aktivitetet specifike për secilin për realizim, që të arrihet ai qëllimi pra final. Okej. Kalojmë tek pjesa tjetër. Tek kompetencat. Siç dim, kompetencat i kemi të fushës, të lëndës specifike që ne japim, dhe kyçe. Tani kur themi kompetencat e fushës, për shembull, të gjuhës angleze, strukturat, fjalori që përdorim gjatë projektit, dhe kyçe që janë aftësitë për jetën, mjedisi qëndrueshëm, aftësitë e buta, komunikimi, tiku, përdorimi i teknologjisë. Pra, të gjitha këto janë kyçe. Dhe gjitha këto integrohen brenda një projekti. Si mendoni ju, si i përdorim ne të gjitha këto kompetenca brenda një projekti? Dhe këndvështrimin tuaj. Me një shembull, si mund t'i Për shembull, nëse ne përmenda pak më përpara që projekti si qëllim final do ketë promovimin e 3 vendeve turistike të zonës, të qytetit tuaj. Ky është dhe qëllimi. Produkti final ç'a do jetë? Do jetë një guid, një prezantim, një broshurë, një fletpalosje apo jo. Dhe si integrohen kompetencat e fushës dhe kompetencat kyçe në këtë projekt, si mendoni? Cilat janë kompetencat e fushës? Të ndërhyj pak Alda, meqense jemi në të njëjtën temë. Ti the 3 aspekte turistike ose 3 elementë turistik të zonës. Pra, po promovimi i 3 destinacioneve turistike të zonës. Në radhë të parë, duhet të kesh një uri shkencore të dish se kush janë këto 3 destinacione dhe çfarë ofrojnë. Dhe normalisht këtu jemi në një uri shkencore që do të përtithen nëpërmjet lëndës. Mund të jetë histori, gjeografi, mund të jetë edhe në lëndë të tjera. E dyta që është shumë e rëndësishme është mënyra se si do ta ndërtojnë këtë. Si the ti, do të shfaqin aftësi digjitale për të ndërtuar një video promocionale, mund të ndërtojnë një fletpalosje, mund të hapin domethënë që të shpërndajnë këto fletpalosje në zona të ndryshme, mund të ndërtojnë shtigje ose tabela me informacione që kushdo që vete të di se ku duhet të shkojë, ose mund të ndërtojnë një link i cili është gjatë gjithë kohës online që paraqet fotot, paraqet destinacionet dhe paraqet të dhëna për këtë. Pra, këto janë aftësi digjitale, po si do t'i kthejmë në aftësi të buta? Mënyra se si këto transmetohen. Ose të gjelbra, ose të gjelbërta, shtegu është një aftësi e gjelbër.
Pra, nëse një grupi nxënësve do të ndërtojnë këtë shtegun me tabela informuese, ky është një shteg i gjelbër që do të thotë që duhet ndjekësh këtë linjë që të mos dëmtosh dhe mjedisin tjetër. Dhe janë të gjitha domethënë së bashku. Kështu që këto duhen pas parasysh, vjen si një produkt në fund të prezantimit të projektit. Nuk e nevojë fare të bësh. Si do bashkëpunojnë me njëri tjetrin, si do komunikojnë. Patjetër, këto hyn pastaj aftësitë e buta. Këto hyn sepse mënyra se si ato e organizojnë të gjithë procesin, pastaj hyn tek aftësitë e buta. Po, shumë e qartë. Faleminderit, gocave. Ishte një pyetje pak më lartë, çfarë duhet përmbaj dosja e nxënësit? Çfarë përfshin ju realisht në dosjen e nxënësit në fund të një projekti, ose edhe gjatë zhvillimit projektit? Në përgjithësi, çfarë përmban dosja e nxënësit? Pra nxënësi kur dorëzon një projekt, çfarë dorëzon? Mund të flas Alda? Po, Rikila. Në organizimin e projekteve që kam bërë, qoftë me kolegët që janë pjesë e trajnimit sot, por edhe me projekte kurikulare, kam organizuar me qëllim dosjen me qëllim që puna të ndiqet hap pas hapi. Pra aty ku unë mendoja që çalon puna dhe aty ku unë mendoj që ndjekja e procesit hap pas hapi do të çonte në një rezultat më të mirë, në një produkt përfundimtar më të mirë. E kam nisur pikërisht me një raport dosjen se si është organizuar puna, çfarë detyrash ka marrë secili nxënës, pse e ka ndarë punën në këtë mënyrë, pra këto janë bërë diskutime në klasë, nga ana tjetër janë pasqyruar dhe brenda dosjes. Materialet që kanë grumbulluar në punën hulumtuese. Dhe këtu, duke ndjekur procesin përgjatë realizimit të projektit, jam përpjekur që të zgjidhe një vështirësi tjetër. Vështirësia tjetër është sot me përdorimin e inteligjencës artificiale në bërjen e projekteve dhe bërjen e detyrave të gatshme, që në fakt ne po e hasim shumë, që është e vërteta. Një ndër zgjidhjet që kam gjetur bashkë me kolegë të tjerë, jo vetëm, sidomos në projekte ndërkurrikulare, kanë qenë vizita studimore, intervistat, fakti që i kam rekomanduar botime të ndryshme që mund t'i shfletojnë, por është e qartë që nxënësit nuk mund t'i bëjnë të gjitha t'i shfletojnë në çdo projekt të gjitha këto botime, duke i cilësuar edhe faqet ku do të referohen pikërisht për punën e tyre kërkimore. Vizitat në arkiv, meqense lidhen me lëndën e historisë, ku ata kanë kërkuar paraprakisht për atë çështje që unë kam trajtuar në projekt, për shembull për një figurë të njohur historike ose për një qytet, një zhvillimin historik të aty qyteti e të tjerë. Dhe në këtë fazë, pra në fazën e dytë të projektit, janë futur materialet bruto, të cilat ne kemi marrë, kemi përpunuar në klasë, në udhëzimin tim jemi përpjekur të zgjedhim ato të cilat janë të duhurat për vazhdimsinë e projektit. Faza tjetër zakonisht bëhet, përveç fazës së dytë që bëhet puna kërkimore dhe analiza, zakonisht përpiqem që nxënësit të jenë drejt një produkti, jo përfundimtar, por një drafti. Një drafti i cili do të kontrollohet nga unë, patjetër nuk është gjithçka e përfunduar, jap sugjerimet e mia se si mund të vazhdoj puna dhe nxënësit ndërkohë bisedojnë me njëri tjetrin, mendojnë se si do ta bënin më mirë, çfarë mund të rregullonin, gjithmonë duke pasur parasysh që në çdo fazë kërkojnë nga ata që të më thonë çfarë vështirësish kanë hasur në punën e tyre. Si mund të zgjidhim këto vështirësi dhe në fazën e fundit e kërkoj përsëri këtë gjë, çfarë vështirësish kanë hasur në punën e tyre dhe si ja kanë dalë për t'i zgjidhur, sepse në një farë mënyre jo nxënësit mësojmë nga ne, por dhe ne duke punuar me projekte, fillojmë kuptojmë nga nxënësit cilat janë vështirësitë e tyre dhe si mund t'i zgjidhim ne në projektet e ardhshme. Pa, shumë e vërtet. Ajo që përmendja Orikela në fakt është e vërtet, pasi materialet të gjitha duhen të jenë pjesë e dosjet, por dosja e nxënësit fillon që në filles. Do të thotë, në fillim të projektit, në fazën e parë, neve pajisim nxënësin me një fletë të detyrave të nxënësit, ku përmbahet tema, qëllimi, numri grupit, detyrat në përgjithësi, hapat e realizimit të projektit, metodat, burime që do përdorin, kriteret e vlerësimit që janë shumë të rëndësishme, kërkesat e dorëzimit të dosjes, këshilla për sukses që janë të gjitha të pajisura në këtë fletë. Kemi edhe një fletë pune të projektit të nxënësit, ku ai ka detyrën specifike të parashtruar në këtë fletë dhe çfarë do të realizojë ai në fund të projektit.
Pra, ai që në fillim e di se çfarë do të bëj dhe këtë ne ja parashtrojmë që në fillim të projektit. Fleta e vlerësimit të nxënësit është një fletë me pikë për secilin kriter vlerësimi, në fund nxënësi merr edhe pikët për secilin kriter. Ka përmbushur kriterin e prezantimit, ka përmbushur kriterin e kërkimit saktë të informacionit, ka përmbushur kriterin. Pra nëse nxënësi ka përmbushur këto kritere, do marrë pikët dhe në fund totali pikëve që kthehet në një notë të caktuar. Pra janë 3 fletë vlerësimi të cilat nxënësi do të pajisë që në fillim projektit dhe pastaj shoqërohet me të gjithë materialet që Orikela sapo përmendi. Dhe kjo është dosja që çdo nxënës duhet ketë në fund të bashkë me produktin final. Nuk ti keni përshtuar diçka këtu për sa i përket dosjes së nxënësit? Nëse të gjitha këto element që përmendëm i kemi të parashtruara që në fillim, nxënësi kupton edhe detyrën, edhe di se për çfarë do të vlerësohet, dhe gjatë gjithë procesit ai do të ndjek një linjë të zhvillimit të procesit dhe në fund për krijimin e produktit ai do të ketë të gjitha këto materiale që përmendëm, edhe vlerësimi pastaj është diçka që nuk na e vështirëson procesin. Pra është një procedurë në fund që thjesht do ta realizojmë dhe kaq. Atëherë. Gjithsesi këto dokumentat e dosjes nxënësit, nëse dëshironi mund ju japim dhe një model ose disa modele për sa i përket edhe lëndës që juve keni që të kuptoni se si funksionojnë këto dokumenta. Pra mund na thoni dhe t'japim model. Parimet e projektit cilësor. Kjo do ishte një ndihmë. Por kam edhe një pyetje për të bërë, nuk e di nëse do arrim ta diskutojmë apo jo. Nga kontrolli që është bërë këtë muajin e fundit, nëse jeni në DNI, paktën një kolegës time tek Petronini, personi që i ka hyrë kontroll ka kontrolluar dhe ditarin e projektit. Dhe një ndër vrejtjet ose të themi kontradikta që kanë pas të dyja me njëra tjetrën ishte se zysha e Petroninit kishte bërë mbas të modelit të ri që pas ka dalë në shtator të 2025-s për ditarin e projektit të fazës së fundit, ndërsa personi që ka qenë kontroll ka këmbgulur tek vlerësimi i projektit që të bëhet në ditar. Ju keni ndonjë model të tillë? Atëherë, siç e përmendëm dhe më lart, ditari dhe vlerësimi i nxënësit janë dy dokumente komplet të ndarë, që s'kan lidhje me njëra tjetrën. Pra ti në ditar nuk bësh jo, se kuptoj, po thjesht meqense më kujtuar tani dhe po diskutojmë për projektin, thash ta përmend këtë në rastin a vjen dikush kontroll të dim si të reagojmë. Pra, po thoja që vlerësimi është një flet, një dokument që është i një nxënësi të veçantë. Pra çdo nxënës në dosjen e tij duhet ketë dhe këtë fletën e vlerësimit për projektin, që është vetëm për projektin pra që ka zhvilluar gjatë vitit, ku përfshihet vlerësimi edhe i vazhdueshëm, në vimësi edhe ai përfundimtari. Dhe nxënësi grumbullon pikë gjatë realizimit dhe në fund, në bazë të pikëve që ka grumbulluar, merr dhe notën që ai meriton. Kurse në ditar, ti mund ta vendosësh si rubrik vlerësim nxënësi, por ky vlerësim nxënësi në ditarin e projektit në një orë të caktuar që mund të jetë e fazës parë, fazës dytë apo fazës tretë, nuk është një notë që i vendoset nxënësit në regjistër, në SMIP, sepse nota e projektit vendoset në fund si përfundimtare dhe është një grumbullim pikësh. Ti mund bash shënime, po, që ky nxënës ka bërë këtë proces dhe është vlerësuar me pikë në lidhje me këtë proces. Dhe në fund mblidhen të gjitha pikët dhe përcaktohet një notë. Alda, mund të ndërhyj pak? Sepse kemi modele të ndryshme, kjo varet edhe nga mësues që vijnë kontroll, nga eksperiencat e tyre, ndoshta mund të jenë edhe pjesë e kurrikulës dhe nuk është shpjeguar qartë kjo gjë. Në të dy fazat e para të projektit. Bëra dhon pyetjen. Po, nuk kemi notë. Kemi vetëm vlerësim të dosjes për të analizuar materialin për produktin përfundimtar. Dhe në SMIP nuk e ke të detyruar ta hedhësh këtë notë ose nuk të lejohet fare. Në fund, unë personalisht përdor një listë të gjithë klasës dhe e bëj vlerësimin siç e kam bërë nxënësve individual, e hedh vlerësimin në një flet të gjithë klasës.
Është shumë e thjeshtë. O jep dosjen e projektit dhe vlerësimin përfundimtar, ta shohin, ose merr atë fletën e listës së nxënësve që ti t'jesh rehat, që e ke plotësuar me notë, bashkangjitja dritarit në fund edhe je në rregull. Sepse ne duhet bëjmë eksperimente sa herë që na vin kontroll, sipas bindjeve të tyre që kështu duhet bërë. Ne nuk është se kemi model standard. Dhe edhe diçka që të kuptoni, në momentin që ne kemi dritarin e vlerësimit të projektit, ti ende nuk e ke vlerësuar projektin. Atë ditë ti ke bërë prezantimin dhe ke produktin final të prezantuar dhe ty të duhet një proces, le themi si testi, që të vlerësosh. Kështu që atë ditë, nëse qëllon vlerësim projekti, nuk e bën procesin e vlerësimit. Do të kaloj pak kohë sa të mbledhësh dosjes, sa të kontrollosh të gjitha, të masësh çdo aftësi që nxënësi ka paraqitur në prezantimin e projektit dhe këtë të lejohet deri në 2 ose 3 orë mësimi më pas dhe pastaj mund të hedhësh notat. Por që të jesh rehat edhe mos kesh polemika, merr atë listën e gjatë të emrave që ke të klasës me notat përkatëse, bashkangjitja e dritarit edhe janë rregull. Okej, faleminderit. Presoj t'u vlej. Ne pak kështu e bëjmë të shkolla jon, por gjithsesi isha shumë konfuz tash se kërkohet kjo gjë kur në një kohë kur nuk është dorëzuar projekte. Pra ajo kërkonte që tek etapa e fundit që është vlerësimi, atë jepte vlerësimin si ka vlerësuar nxënësit. Kjo ishte e gjitha. Nëse ndoshta u zgjatëm shumë, por faleminderit shumë. Jo, s'ka problem. Jo, është fazë shumë e rëndësishme. A mund të them diçka? Po. Ne në shkollën tonë, Alda, ne procedojmë, kemi secili mësues regjistrim personal dhe ditën në fazën e parë ose dytë që ka projekti mund vendos plus, minus. Shënime. Po. Shënime për procesin, një proces caktuar. Po, për fazën e parë që ka të kontrollit, në 3 mujorin e parë për shembull, vendos shënime në regjistrin personal. Po, si e detyruar të bësh vlerësim nxënësi, këtë po thotë. Po, pra pikërisht. Pra nuk të detyron njëri që ti të bësh vlerësim në këtë rast. Aq më tepër që ta hedhësh në SMIT. Nëse s'ka përfunduar i gjithë projekti deri në fazën e fundit. Okej. Nëse s'ka pyetje. Tani kalojmë tek një pjesë që është e rëndësishme në fakt për sa i përket parimeve të projektit cilësor. Një projekt cilësor duhet patjetër që të ketë një temë e cila të jetë specifike, jo e përgjithshme. Për shembull, nëse ne themi turizmi në Shqipëri, kjo temë si mendoni? Është shumë e gjerë, nuk ka drejtim qartë, nxënësit nuk dinë të fokusohen, pra krijon konfuzion. Atë një temë projekti i mirë do të ishte: si mund të përmirësohet promovimi digital i turizmit në zonën X? Për turistët vendas ose të huaj, për shembull. Pra, kjo temë e fokuson nxënësit në një çështje më specifike. Sepse ka fokus gjeografik, ka fokus tematik, ka një qëllim praktik që kërkon përmirësim dhe lejon edhe një produkt konkret që mund të jetë një fushat, një faqe web, një plan promovimi. Duhet të ketë koherencë. Si mendojmë që duhet të ketë koherencë projekti? Çfarë është koherenca në projekt? Është një përputhje logjike dhe funksionale midis të gjithë komponentëve të projektit. Pra është një lidhje e vazhdueshme që nga fillimi deri në fund. Për çdo pjesë të projektit, ku njëra pjesë i shërben tjetrës. Për shembull, nëse rezultati është nxënësi analizon, aktiviteti i cili duhet jetë. Nuk është thjesht kërkim informacioni, por duhet jetë diçka që ka lidhje me këtë rezultat. Pra nëse ne themi që një rezultat është i nivelit të lartë analizon, aktiviteti nuk mund të jetë kopim ose përshkrim, por duhet i përshtatet këtij rezultati. Koherencë. Ç'u kuptojmë me termin koherencë në një projekt? Koherenca arrihet kur rezultati përcakton aktivitetin. Aktiviteti mbështet rezultatin dhe vlerësimi mat pikërisht këtë gjë. Pra kemi një lidhje mes të 3 komponentëve. Në mënyrë që të kemi dhe realizueshmëri. Parimi i realizueshmërisë në kupton që projekti është i zbatueshëm realisht nga nxënësit në praktik. Pra brenda kushteve konkrete të situatës ku nxënësi ndodhet. Në shkollë ose jashtë saj. Pra nuk mjafton thjesht një ide e mirë, por duhet që ky projekt
të jetë i menaxhueshëm dhe i përfundueshëm nga nxënësi, duke u bazuar tek mjetet, tek burimet, tek aftësitë e nxënësve. Pra ne duhet jemi të qartë nëse ky projekt, ky qëllim do ta realizohet nga nxënësi apo jo. Gjithashtu, projekti duhet ketë edhe relevancë. Parimi i relevancës zakonisht nuk kupton që projekti është i lidhur drejt për drejt me realitetin e nxënësve, kërkesat e profesionit, nevojat e tregut. Pra nxënësi e kupton se pse duhet ta bëjë këtë gjë dhe pse i shërben kjo gjë atij. Cilat janë disa nga gabimet që zakonisht bëjmë edhe me sa ne përmendëm më lart. Janë disa gabime të përmendura në slajd, siç e shikoni, dhe ne do përpiqemi të japim një zgjidhje. Për shembull, nëse tema tha më shumë e gjerë, turizmi në Shqipëri, atëherë si mund ta korrigjojmë këtë gjë? Si mund të japim një zgjidhje këtij problemi? Që tema mos jetë shumë e gjerë. Të fokusohemi thamë në diçka më specifike, më konkrete, më aktuale, më vendase, më të prekshme për nxënësin. Ose rezultate të paqarta. Nëse rezultatet janë të paqarta, çfarë duhet kemi në fokus kur themi rezultate të paqarta? Duhet që ato të jenë thamë të matshme, ëh? Pra nuk mund të themi që një rezultat nxënësi kupton ose nxënësi di, kur ne nuk arrim ta matim të rezultat, ta kthejmë në aktivitet konkret. Ose aktivitetet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra ne përmendim një rezultat dhe aktiviteti për këtë rezultat është komplet pa lidhje. Pra duhet që një rezultat të lidhet edhe me një aktivitet që e realizon këtë qëllim, këtë rezultat në fund. Ose vlerësimi i pambështetur në kritere. Vlerësimi i pambështetur në kritere, thamë, na e vështirëson shumë vlerësimin. Pra ne me përcaktojmë kritere që në fillim, nxënësi do ta di se për çfarë do të vlerësohet dhe në fund ai do të marrë vlerësimin e merituar duke u bazuar edhe në procesin dhe produktin që ai ka krijuar. Ose nëse dosja e nxënësit është e paplot, përsëri është një element që ty të vështirëson vlerësimin, atëherë thamë ne e fillojmë me disa dokumenta ku nxënësi fokusohet në detyrat specifike që ai do të ketë, ai di se çfarë të bëj, di se si do ta bëj, janë mundësuar burimet dhe mënyrën se si do ta realizoj projektin, sepse disa nxënës arrin e kanë aftësinë që të realizojnë vetë dhe të gjejnë vetë të burime, por disa nxënës ka nevojë për këshillime, ka nevojë për sugjerime, ka nevojë edhe për ndihmë, ka nevojë edhe për bashkëpunim që të realizojnë detyrën e tyre. Dhe në fund, dosja do të jetë më e plotë kur nxënësi do arrijë që t'i grumbullojë të gjithë këto elemente dhe materiale dhe t'i përdor për qëllimin final që është ai produkti për cilin ai do vlerësohet. Mirë, po shkojmë drejt fundit të pjesës parë dhe pastaj mund të filloj patjetër dhurata. Një ide që do ta aplikoni menjëherë, një paqartësi që keni ende, mund ta shkruani në chat ose mund ta komunikoni direkt, nuk është problem. Dhe nëse do të ndryshonit vetëm një gjë nga mënyra se si juve e përdorni projektin, cila do ishte. Nëse mund na e shkruani, na e thoni, nuk di. Pra cila është një ide që të ta aplikoni, që nuk e kishit menduar më përpara, ose nëse diçka nuk është akoma e qartë që t'ja lëm dhuratës për ta sqaruar. Ndihuni të lirë të flisni, sepse ndoshta edhe kur të prezantoj unë mund të visi një proces lehtësues si gjithë edhe pyetje që dalin nga Alda, sepse unë do jem më shumë teknike në aspektin e shpjegimit të materialit, se si të ndërthurni mekanizmat ose disa procese të cilat do t'ja u lehtësojnë edhe juve punën. Alda më fal, në chat kemi shumë kërkesa dhe për materialet. Ne do të flasim edhe me përfaqësuesit e Venice Skills ose letimit të Investit edhe pastaj do të përgatisin dhe materialet edhe për ju. Këto që janë... Mund t'ja dërgojmë me email. Po, mund t'ja dërgojmë edhe me email, sipas edhe certifikimi që do të vi më pas. Përshëndetje, ndjes Lyshat. Po patjetër, ne në Zoom janë të gjithë të regjistruar me email, kështu që materialet mund t'i marrin nëpërmjet emailit. Ne do i rregullojmë dhe do bëjmë përfundimtare dhe t'ju dërgojmë.
Faleminderit. Po, Dhurata, ndërkohë mos unë pasin kohë, ti mbarua besoj? Edhe chatin, po. Okej, atëherë po mundohem të bëj unë share, nëse e ka mundësin. Po, besoj do ta kesh mundësin. Okej. Jemi gati? Shfaqet e kjo? E shihni materiali? Po, tenton që të shfaqet. Okej. Started screen sharing, po, tani është në rregull. Tani po. Okej, në rregull. Atëherë po hapet edhe ekranin që ta kemi të plot ekranin. Ndjes një sekond se nuk di domethënë. Atëherë ashtu siç e thash edhe pak më përpara, unë do të jem në aspektin teknik në këtë shpjegim dhe do mundohem që të jem sa më afër nevojave tuaja sepse ato pak a shumë dolën gjatë kohës që ne patëm edhe bashkëbisedimin ose atë marrëdhënien interaktive brenda grupit dhe për modelet që Alda solli apo dhe ju vetë. Kështu që do të nis një herë me radhë parë me mësuesi ose mësuesja duhet të mbajnë në vëmendje. Mos e harroni kurrë këtë. Kjo duhet të jetë një format që sa herë të nisni një projekt ta keni parasysh. Mendim kritik kërkon projekti. Si duhet realizohet ose kush është teknika që duhet realizoj mendimin kritik? Është diagnostikimi, që ne mësuesit shpesh herë e harrojmë ose nuk e vëmë në proces. Së dyti do të kemi parasysh kërkimin dhe risit. Pra, çfarë do kërkojmë dhe çfarë risie na sjell projekti. Kjo niset direkt me zgjedhjen e temës nga realiteti. Mos e vjershë. E përmendi pak a shumë Alda, por duhet keni parasysh temat duhet të jenë nga realiteti. Do ta shpjegoj edhe pak më poshtë. Së treti kemi kompetencat të gjithë fushave. Mbajini parasysh çdo projekt, qoftë lëndor, kurrikular apo dhe për nivelin e kualifikimit, ajo do të kërkojë përfshirjen e të gjithë kompetencave që kemi. Dhe normalisht duhet përfshi të gjithë lëndët ose fushat në të cilën ju bëni mësim ose projekti duhet përfshihet. Dhe si bëhet përfshirja e gjithë këtyre fushave? Ajo lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me detyrat sipas aftësive të nxënësve. Një nga elementet që ne pam kur diskutuam ishte që nxënësit shpeshherë neglizhojnë, nuk duan, nuk bin dakord me temën, nuk pranojnë detyrën dhe do të shohim pak një teknikë se si duhet ta ndërtojmë këtë gjë. Pjesa tjetër është bashkëpunimi dhe kreativiteti që ju e përmendët. Bashkëpunimi dhe kreativiteti vjen gjithmonë kur janë udhëzime të qarta. Nëse udhëzimet nuk janë të qarta, nxënësi bëhet konfuz, mësuesi nuk është i aftë ta orientojë punën drejt procesit, drejt qëllimit të caktuar dhe mbani parasysh, udhëzimet gjithmonë duhet të jenë të qarta. E fundit thash që projekti është proces. Mos kërkoni që në hapin e parë të ketë produkt, mos kërkoni që në hapin e parë nxënësit të jenë të kthjellët, të qartë dhe të sjellin atë që ne duam. Jo, është një proces që ndryshon në mënyrë të vazhdueshme dhe ka një periudhë kohe goxha të gjatë mujore që do të ndryshojë, sepse ata fillojnë me një produkt fillestar dhe ky produkt duhet të përsëritet derisa të dali në fazën e tij më të mirë ose në formën e tij më të mirë. Dhe procesi vlerësohet. Prandaj në vlerësimin përfundimtar mësues do të vlerësoni procesin. Ai është shumë herë më i rëndësishëm se sa produkti në fund, sepse nxënësi në një fazë shfaqet dobët, në fazën tjetër shumë më mirë, në prezantim akoma dhe më mirë. Kështu që mundohuni të vlerësoni procesin. Pika e dytë dhe shumë e rëndësishme që unë kam është 4 hapat që ne duhet kemi parasysh ose paraprakisht para se të nisim projektin. Kjo është shumë e rëndësishme. Do të kërkoj pak ndjesa të ul çik ekranin. Okej. Hapi i parë, diagnostikimi në mënyrë kritike. Çdo gjë do ta shohësh në mënyrë kritike. Asnjëherë mos e neglizhoni këtë. Do shikoni klasën, çfarë aftësie ka klasa e gjitha. Çfarë aftësie kanë nxënësit në mënyrë të veçantë. Këtu po sjell një shembull dhe unë e bëj shpesh në praktikën time, që në vitin e parë që nxënësit vinë dhe te klasat ku unë jap mësim, them çfarë di të bësh, çfarë nuk di të bësh, çfarë të pëlqen të bësh, si e kalon orën e kohën e lirë. Dhe mundohem të zbuloj sa më shumë aftësi nga nxënësit, se vetë ata nuk e dinë se çfarë kanë aftësisht. Dhe mundohem shpesh herë që të ndërtoj një hartëzim ose një rrjetëzim të aftësive të nxënësve në klasë. Dhe ju kur të zgjidhni klasën që do të bëni projektin për kualifikimin, ose kur të doni projektet lëndore, mësoni aftësitë e nxënësve, sepse do t'ju lehtësoj procesin në ndarjen e detyrave pastaj. Tjetër, kujdes, qëllimi i projektit. Qëllimi i projektit është shumë i rëndësishëm.
zgjidhni vetëm një qëllim. Pra, nëse Alda tha që ne do të kemi turizmin në Shqipëri, është shumë i përgjithshëm, është shumë i ngarkuar dhe nuk di këtë marrësh dhe këtë lërë, dhe shpesh herë mësuesit bëhen shumë të ngarkuar në këtë pjesë dhe nxënësi akoma dhe më shumë konfuz. Zgjidhni, për o jap një shembull nga gjeografia, zbulimi i monumenteve të harruara të qytetit. Kaq. Dhe shumë e thjeshtë, pse? E ke shumë të qartë temën. Përfshin turizmin, monumentet që mund të jenë natyrore dhe kulturore, mund të jenë edhe të kultit, dhe zbulimi i tyre. Dhe gjithë ajo, pra, unë po ndjek linjën e Aldës, që ta keni të qartë edhe të formoni saktë se si duhet bëhet një projekt. Pra, ti arrin të nxjerrësh një qëllim të vetëm, zbulimin e monumenteve të harruara, si asete. Dhe pjesa tjetër që është analiza SWOT. Keni dy proceset analizës SWOT këtu. Procesi i parë është i klasës. Sa aftësi të mira ka klasa, kush janë pikat e dobta, kush janë le të themi sfidat që do të dhe kush janë mundësitë. Kur ju bëni analizë SWOT, shumë të thjeshtë. Pikat e forta mbështesin të dobtat. Pikat e dobta mbështeten nga mundësitë. Pra, sa mundësi kam që të përmirësoj pikat e dobta. Dhe kur flasim për sfidat, sa jemi të aftë unë si mësuese dhe nxënësit t'i kalojmë këto sfida, sa janë të përballueshme. Dhe shumë e rëndësishme që ju të jeni domethënë gjatë gjithë kohës vëzhgues në këtë pjesë. Prandaj them diagnostiko. I gjithë ky proces quhet diagnostikim. Dhe nëse ti di fort mirë pikat e dobta, pikat e forta, mundësinë dhe sfidat, arrin menjëherë të kuptosh se kjo temë realizohet. Nëse pikat e dobta dhe sfidat janë shumë më të mëdha, e kalojnë 50% e pikave të forta dhe mundësive, ajo temë nuk vlen. Nuk do ta realizoni dot dhe nuk themi që ka projekt të suksesshëm ose të dështuar. Çdo projekt është i suksesshëm, por jo në masën maksimale. Dhe mbani parasysh gjithmonë, projekti nis nga një pyetje sfiduese. Pra, ti do ta sfidosh atë pyetje, ti do ta sfidosh atë temë që ke zgjedhur. Hapi i dytë është përcakto temën nga realiteti. E tham pak më përpara, realiteti duhet jetë ai që është ende i panjohur, jo një realitet i njohur, se nxënësit e humbin kurreshtjen, nuk kanë interes ta zhvillojnë më tej sepse ka informacione sa të duash, dhe sidomos kur keni kualifikimin. Komisioni është kurreshtar të ndjekë se do të di çfarë ke zbuluar ti. Nga ky realitet që është paraqitur. Dhe vendosni një qëllim të vetëm, atë e tham pak më përpara, bëhuni fleksibël sipas aftësive dhe mundësive që nxënësit kanë. Nëse një nxënës, sepse doli edhe nga diskutimet e para, nëse një nxënës nuk ka aftësi për ta zhvilluar këtë detyrë që ti i ke dhënë, lëri ta zgjedh vetë. Lejoje të ndryshoj grup, lejoje të ndryshoj detyrën, sepse do të ndihmoj shumë diagnostikimin. Nëse ti e di se çfarë ky nxënës di të bëj, ti këtë proces do ta kesh më të lehtë. Sepse do të japësh detyrën që ai di të bëj mirë, ose që e ka pasion, që e do atë gjë të bëj, ose që nuk e di por i pëlqen. Dhe ai fillon pastaj dhe i ngranohet duke e bërë këtë, duke e kthyer këtë në një faktor të vetin. Ka një lidhje me jetën reale dhe me komunitetin. Prandaj themi që tema duhet përcaktohet nga realiteti, sepse ka këtë lidhje. Do të jetë shumë le të themi i njohur dhe për nxënësin. Nëse tema e zgjedhur nuk është realiteti i nxënësit, nuk e njeh, ai menjëherë si puna jonë mësuesve që sa na vjen një udhëzim i ri ne stepemi. E kundërshtojmë direkt. Dhe ata të njëjtin proces kanë si ne. Në hapin e tretë do të shohim pak bëja të qartë nxënësve që projekti është një sfidë në grup. Nuk është një detyrë individuale ku punon njëri antar dhe gjithë klasa tjetër ose antarët e tjerë të grupit janë pushim. Jo, është proces në bashkëpunim, dhe është punë në grup, ku të gjithë fitojnë. Edhe ai që do performoj më pak, edhe ai që do performoj në mënyrë shumë të ngadalt, ose të frikshme, ose do të heqë dorë, edhe ai do performoj diçka në fund. Dhe çdo ide ka vlerë dhe çdo aftësi vlen. Aftësia mund të jetë në art, aftësia mund të jetë në kompetenca digjitale, mund të jetë në ato mjedisore, aftësia ti mund të jetë në të shkruar, aftësia ti mund të jetë në oratori, pra të gjithë kanë nga një aftësi nxënësit, që dhe ata vetë nuk e dinë, por na del ne detyrë që ta zbulojmë. Dhe të kemi parasysh gjithmonë që përfundimin e një projekti, pra përfundoni në një projekt produkt final. Kjo është e gjitha, pra do të keni patjetër produktin final. Dhe e katërta, mos harro, projekti mat dhe vlerëson më shumë aftësitë e nxënësve dhe të tuat, pra të mësuesit, në mësimdhënie se sa njohuri shkencore. Shpesh mësues ngatërohen dhe thonë, po s'kam përmendur këto, po kam harruar atë, po kam lënë këtë pa thënë. Mësues nuk duhet të
fokusohemi tek njohuritë shkencore. Ato maten kur kthehen në veprim, kur kthehen në produkt, dhe nxënësi e di këtë gjë. Gjatë procesit ai e mëson dhe mundohuni t'i referoheni gjatë gjithë kohës produktit, aftësive të tyre. Njohuritë shkencore vijnë bashkë me produktin në fund. Dhe një nga thëniet më të mira që ECD-ja ka, sidomos kur bën studime, thotë, aftësitë janë më të rëndësishme se sa njohuritë e izoluara. Prandaj jepini aftësinë nxënësve në këtë pjesë. Atëherë kemi 8 teknikat e suksesit për një projekt që të jetë në fund i suksesshëm. Dua t'u them këtu që këto janë teknika që unë i kam përdorur vetë, ndoshta ju i ndeshni për herë të parë, por janë teknika që mua me të vërtetë më kanë dhënë sukses sa herë që organizoj veprimtari, sa herë që organizoj projekte lëndore, sa herë që bëj projekte që ndihmoj kolegët për projektet kurikulare ose ato që kanë për kualifikimin këto 2 vite, por mbi të gjitha projekte të cilët nxënësin ka fituar duke i paraqitur idetë e tyre dhe duke marrë fonde. Se këtë të mirë ka arsimi profesional që t'jep mundësinë në të gjithë fushat. E para është teknika e hinkës. Kur përdoret në fazën e parë, është shumë e rëndësishme. Merr dhe grumbullon gjatë gjithë kohës informacione sa të rëndësishme, jo të rëndësishme, të duhura, të paduhura, dhe kur klasa dhe secili grup grumbullon informacione nga të gjitha burimet, ka se çfarë materiali të zgjedh. Dhe është shumë e rëndësishme hinka. Mbusheni pjesën e sipërme të hinkës me çfarë do lloj informacioni, materiali, baze, ideje. Mos i thoni jo, mos hiqni asgjë. Është shumë e rëndësishme sepse filtrimi i informacionit nga sasia e madhe shkon drejt fokusit të projektit. Dhe është ajo që tham. Grumbulloj materiale, e analizoj materiale dhe në fund marrim atë çfarë i duhet projektit. Teknika e dytë është me syrin e projektit. Dhe unë e bëj shpesh këtë dhe sidomos kur shpjegoj dhe lëndën, se unë jam mësues histori, gjeografie, por japim dhe lëndës qytetari dhe filozofi, duke qenë se jemi në arsim profesional dhe këto janë 1 orëshe. Çfarë do të thotë me syrin e projektit? E ke ndërtuar temën, ke ndërtuar qëllimin, ke ndarë detyrat, mësojni nxënësit të shohin mjedisin rreth vetes me çfarë do lloj qëllimi që i përgjigjet nevojave që ka projekti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jap një shembull nga gjeografia, kur shpjegoj ret, formimin e rreve shiu me këto, i them nxënësve kur të vini nesër, shikojeni, do keni këtë gjë, si do jenë ret, nëse janë ngri do bjerë shi, dhe shpesh herë ato e bëjnë këtë gjë. Gjithmonë flasim për nxënësit që e kanë kurreshtin, dhe vinë, zyshen e pam këtë, por shiko temperaturat janë ulur, këtë ditë do bjerë bor, pra fillojnë dhe ata më japin indicje që e kanë parë mjedisin me syrin e lëndës ose të temës që kam shpjeguar. E njëjta gjë ndodh edhe në situata të tilla. Kur keni një projekt kurikular, lëndor, çfarë do lloj edhe veprimtari që do të bëni, mundohuni ta mësoni nxënësin të kërkoj burime nga realiteti që rrethon, nga mjedisi që rrethon, dhe zhvillon aftësi për të parë realitetin si burim mësimor. Është shumë e rëndësishme kjo, sidomos në projektet kurikulare, sepse tham që duhet jetë tema nga realiteti dhe që nxit risijet që do të sjellë risi. 3 është ngjitja e malit. Kjo metodë është shumë efikase, unë e përdor shpesh në orë mësimi, sidomos në detyra ose në veprimtari që përfshin kapituj. Është një detyrë bazë, ti jep nxënësit detyrën, temën e vet, dhe i thua, hec, ngjite malin tani dhe ma bë detyrën ashtu si duhet. Në fazën e parë, këto materiale të vinë bruto, dhe ti e sfidon nxënësin dhe i thua, shiko se ke 2-3 pika, bëj edhe një herë duke pas parasysh të orientimet e mia. Dhe pastaj edhe derisa nxënësi arrin në maj dhe bëri ato detyrën aq perfekte. Pra gjatë gjithë kohës kërkon informacione, mbledh, e sheh mjedisin me syrin e projektit apo të veprimtarisë do të bëj, dhe në fund fare detyra e tij është perfekte. Pse? Sepse ka vetë korrigjuar veten. Dhe shumë e rëndësishme. Mali tregon një progres real të nxënësit dhe është shumë efikase. Qoftë edhe në veprimtari të vogla, qoftë edhe në një ese kur duan ta përsërisin, qoftë edhe në një ushtrim matematikor që është pak i vështirë, që nuk arriti dot herën e parë, po të dytën, po të tretën derisa të arrijë. Dhe faza e 4 që unë e përdor gjithmonë në fazën e parë dhe të dytë, është të sfidoj. Pra, unë si mësues hyj në sfidë me nxënësin, me këndzënës. Me nxënësin dembel, me nxënësin që ka dëshirë të punoj, por nuk di se si të punoj, se si ta kanalizoj informacionin, me nxënësin që ende domethënë ka punuar, por nuk jep aq sa duhet, kur ti e di aftësi sepse ke diagnostifikuar në pjesën e parë. Dhe ti e sfidon. Hajde do bëjmë të dytë njëjtën detyrë. Edhe ti jep mundësinë nxënësit të bëj detyrën dhe ai do të përplaset pastaj me detyrën tënde. Normalisht ne nuk do t'rregojmë se sa tafti me nxënësit, por ne do punojmë që t'i japim atij çelësa që ai të hapi të gjithë proceset e veta për të arritur të realizojë detyrën.
Pra, ne do të punojmë për t'i dhënë atij indicje, për t'i dhënë atij ide se si duhet ta kanalizoj. Dhe kjo është një sfidë shumë e bukur. Unë e kam provuar tek vitet e para si vjet. Dhe ta them sinqerisht, dija që ishte nxënës shumë i zgjuar, por nuk donte të përfshihej. Dhe kur kemi bërë detyrën në fund fare, unë jam dorëzuar para klasës dhe kam thënë klasës, jepni duar trokitje sepse vërtet ai arriti ta realizojë më mirë se sa unë. Dhe ma besoni, janë të gjitha teknikat të provuara. Teknika e 5 është sinjali i përparësisë. Tani kam hyrë tek procesi i prezantimit të projektit. Pra, kur duam prezantojmë një projekt, do të keni parasysh diçka. Atë çfarë shpjegoi Alda në aspektin teorik që duhet i përmbahemi të gjithë kritereve dhe fazave, por do të keni parasysh pjesën e prezantimit. Ai është çelësi, sidomos kjo për mësuesit që kanë kualifikimin, sepse shpesh herë neglizhohet nga mësuesit, ose nuk din si ta organizojnë, por prezantimi i projektit është aftësi e butë sesa shkencor. Është mënyra se si do të paraqisni tani produktin që jeni lodhur gjithë vitin dhe në fund fare ju duhet ky kanalizim për të marrë atë vlerësim i shkëlqyeshëm. Sinjali i përparësisë e kam fundur si një, le të themi, si një sinjal rrugor, por në rastin konkret është një sinjal kalimi nga njëri nxënës tek tjetri. Atë është kontakti vizual. Ose mund të jetë një fjalë kyçe që mund të përdoret nxënësi. Ngeca, jam duke prezantuar, më kapën emocionet, e harrova tekstin, ç'a do bëj? Nxënësi që është pas meje thotë, jo, është totalisht e gabuar. Pse është e gabuar? Sepse po jep një sinjal komisionit që nxënësi nuk di dhe po kopjon. Dhe kjo është me të vërtetë shumë e vështirë. Pse them është e vështirë? Sepse nxënësi duhet të ketë një sinjal që ngeca unë, nuk po mundem dot. Ose një veprim. Për këtë mund ta flasim më mirë shoku i grupit ose shoku i klasës. Pra, kur ai e delegon me zë dhe kur shoku i klasës ndërhyn, e vazhdon radhën, tregon rrjedhshmërinë e projektit, që do të thotë se është bashkëpunim. Dhe nëse shikoni me kujdes, thotë rrit rrjedhshmërinë dhe bashkëpunimin në prezantim. Është shumë e rëndësishme ajo rrjedhshmëria në linjë të pandërprerë. Dhe e dyta teknikë e kësaj forme është unë isha aty, në kuptimin që edhe unë isha kur ndodhi kjo gjë. Unë e di këtë gjë sepse kam qenë edhe unë këtu. Ose mund të përdorni çfarë do lloj fjale që ju mund të doni. Pse? Sepse në momentin që ti e sheh që nxënësi ngec, fillon grupi tjetër dhe e ripërsërit situatën si një përvojë të vetëm ose si një përvojë që ka ndodhur në bashkëpunime të tjera dhe i jep atij fjalën kyçe që të vazhdoj përtej. Pra, të vazhdoj përtej asaj që ai ngeci dhe e harroi. Kështu që kjo është një ndihmë që i jep një fjalë kyçe, i jep një tekst të gatshëm që ai e ka harruar ose i jep një mundësi për prezantimin aty ku është. Dhe është shumë e rëndësishme. Kur thot unë isha aty kur ndodhi kjo gjë, ose unë isha aty me ty kur ti ndërtove këtë. Pra, i jep një informacion që ai e harroi për momentin. Dhe shumë e rëndësishme sepse sërish forcon bashkëpunimin gjatë prezantimit. Bashkëpunimi gjatë prezantimit tregon që e gjithë klasa dhe grupet sipas detyrave kanë punuar bashkë. Dhe e kanë ndarë informacionin në mënyrë koherente me njëri tjetrin. Këtu keni një teknikë që është me syrin e. Mund të vini me syrin e skenaristit, mund të vini me syrin e regjisorit, mund të vini me syrin e vëzhguesit ose me syrin artistik, mund të vendosin çfarë do lloj fjale pas. Pse? Sepse ti e vëzhgon mjedisin, identifikon objektet, identifikon materialet dhe propozon pastaj përdorimin e tyre. Kjo ndodh në 2 faza. Ndodh në fazën e parë kur ti diagnostikon dhe thua, çfarë burimesh kam? I kam këto burime, si mund t'i përdor këto burime këtu që mua më duhen për projektin? Dhe ti fillon pastaj dhe grumbullon të gjithë materialet që ty të duhen për të realizuar projektin. Pra, ato të fortat dhe të dobta, se nuk flasim vetëm për aftësinë nxënësish, por flasim edhe për burimet, që pak më përpara u përmend nga ana juaj dhe sidomos buxheti. Sa mundësi kemi ne ta bëjmë me një buxhet minimal. Kjo është mënyra që ti je gjatë gjithë kohës ai vëzhguesi, ai syri vëzhgimit, ai syri artistik, ai syri që po kërkon të gjejë domethënë edhe mënyra të tjera për të realizuar projektin ose edhe gjatë prezantimit. Kjo është një element shumë i rëndësishëm në mënyrën se si e ndërton klasën, si i vendos objektet, si i vendos materialet. Do të jemi gjatë gjithë kohës shumë të vëmendshëm këtu sepse pjesa e vendosjes së materialit dhe harmonizimi i mjedisit kur të zhvillohet projekti duhet të përgjigjet projektit dhe fazave të tij, që të mos ngatërrohen edhe grupet kur duan të prezantojnë. Dhe nëse marrim aspektin e temës që tham për turizmin dhe ti aty ke ndërtuar të gjithë pjesën digjitale, videot, fotot, prezantimin, mund të kesh linkun, ajo pjesë nuk duhet të zihet nga grupi përpara, sepse pengon rrjedhshmërinë, qoftë në proces, qoftë edhe në mënyrën e demonstrimit. Ose nëse ke përgatitur një ekspozit
me fotot që ti vetë ke bërë gjatë procesit që ke identifikuar këto asetet e fshehura turistike. Pra e ke bërë një ekspozitë të madhe dhe ti do thuash, shiko, unë ekspozitën do ta paraqes si një tur galerie, që në fillim projektit, ku të ftuarit do dalin dhe të shohin të gjithë këto që në fillim. Pra ti e bën një hyrje dhe ky duhet të jetë në një vend që nuk të pengon pjesën tjetër të procesit. Dhe kjo bëhet shumë mirë kur ju si mësues dhe nxënësit e shihni këtë me syrin e skenaristit, regjizorit, si ta ndërtoni skemën të gjithë, me syrin e kritik. Kjo vete, kjo nuk vete, kjo kombinon, kjo nuk kombinon. Është shumë e rëndësishme. Pra, kreativiteti i lirë dhe zgjidhja e problemit është shumë e rëndësishme. Dhe në fazën e fundit kemi fazën e sfungjerit. Çfarë do të thotë kjo sfungjer? Ne e dimë që sfungjeri thith ujë pafund. Dhe pastaj kur mbin gopet fillon edhe rrjedh. Dhe pikërisht këtë pikë duam të arrijmë. E gjithë klasa është shumë mirë ta di të gjithë strukturën e projektit, të gjithë informacionin, pavarësisht se nuk i përgjigjet grupit dhe e ka grupi tjetër. Kjo për faktin sepse projekti përfundimtar duhet të jetë një informacion që përfithet nga gjithë klasa, sepse jep rrjedhshmërinë, jep mundësinë ndërhyrjes në grupeve, jep ndërthurjen midis tyre, por ajo që është tjetër e rëndësishme është që asnjëri të mos dështojë, asnjë grup. Dhe kjo është pika më e fortë e vlerësimit në projekt, sidomos kur jeni në kualifikim. Aspektet e buta dhe të gjitha këto element tregojnë se nxënësit janë fleksibël, nxënësit janë të hapur, nxënësit e kanë lirshmërinë për të folur, ata e njohin procesin, e njohin produktin, e njohin punën e njëri tjetrit dhe kanë punuar të gjithë grup. Dhe edhe një gjë tjetër dua që ta keni parasysh se doli edhe nga faza e parë. Projekti përgjithsisht kur jepet një detyrë specifike nuk do thotë që nxënësi duhet punojë vetëm detyrën e vet. Se për shembull, gjatë kohës që unë jam duke kërkuar informacionet e mia, më del një informacion i një nxënësi tjetër, një detyrë tjetër, ose i klasës, ose e një grupi tjetër. Edukoj një fëmijë që ta ndajnë informacionin, dhe atë informacion që gjejnë, t'ia japi grupeve të tjera. Dhe kjo e bën edhe më të fortë bashkëpunimi, pra bëhen të gjithë të gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin kur ndeshen me një informacion që nuk u shërben temës së tyre, por i shërben dikujt tjetër. Është shumë e rëndësishme. Atëherë, kemi 4 elemente të rëndësishëm për sa i përket për prezantimin. Rrjedhshmëria, unë e përmenda pak më përpara, projekti duhet të jetë të rrjedh në mënyrë të natyrshme, qoftë në prezantim, qoftë edhe për të kaluar nga njëri grup në grupin tjetër, nga njëra fazë e projektit në fazën tjetër. Prandaj mbajini rrjedhshmërinë si një aftësi të butë, por që vlerësohet jashtë mase në projekte. Përvojat e tyre, mos i jepni nxënësve tekste të gatshme se na ndodh shpesh. E japin tekste, ti vetëm lexoje, ti vetëm thuje. Do ta harrojnë në mënyrë automatike. Do ta ketë shumë të vështirë sepse e ka të imponuar. Në momentin që duam të bashkëpunojmë dhe të ndërthurim nxënësit me njëri tjetrin që të jenë të aftë të kuptojnë se çfarë kanë zhvilluar si grup dhe çfarë kanë zhvilluar në mënyrë individuale, më mirë lëre të tregojnë përvojën dhe historinë e tyre gjatë projektit. E kanë më të thjeshtë. Dhe ajo tregon që ai e ka bërë vetë atë gjë. Pra këtu po flas për nxënësit që angazhohen pak ose që nuk angazhohen fare ose që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë tjetër sepse kemi edhe nxënës të ndrojtur. Një nxënës i drejtur mund të përfshihet në një projekt ose në një detyrë e cila ka të bëjë në aspektin e ndërtimit të një harte, ndërtimit të një tabele, ndërtimit të një slideri, pra që nuk kërkon prezantim dhe aftësi në të folur. Punë në grupe është ajo që tham, mësojnë nxënësit që punojnë në grup dhe gjatë prezantimit të ndjekin me vëmendje prezantimin e grupit. Mos ta shkëpusin vëmendjen nga njëri tjetri. Sepse kështu do të jenë ata që do të korrigjojnë atë pjesën e shkëputjes, ose të harresës, ose ato të ndrojtjes, të përfshirjes emocionale, që ngec nxënësi. Dhe duke ndjekur me vëmendje të gjithë procesin, ata janë të aftë të gatshëm për të ndërhyrë që të ndihmojnë shokun, por në një të kohë edhe të gjithë rrjedhshmërinë. E fundit, manifesto sukseset e tyre. Na ndodh shpesh që kur një nxënës gjatë veprimtarive harron, dështon, nuk e realizon atë që ka pas si detyrë. Ne mësues nxihemi. Qa bëre? Aty ai u fik fare. Edhe për ne, por dhe për atë është një sjellje shumë negative që e stopon fëmin apo nxënësit dhe e ka humbur komplet, por në të njëjtën kohë kjo sjellje ndikon edhe tek nxënësit e tjerë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Edhe aty, më mirë mos e shikoni nxënësin fare, lërini në rrjedhje të lirë dhe unë shpesh i them nxënësve mos më shikoni mua. Kur jeni duke prezantuar, jepini më mirë shikoni njëri tjetrin, vazhdoni, flisni çfarë mbani mend, mua mos më shikoni. Dhe shpesh herë jo se kthej kurrizin, po ja bëjmë 2 gisha kështu, jeni okay, jepi, hec, sepse ja kam mësuar këtë kulturë. Dhe shpesh herë i them, argëtohuni, shijojeni, mos e merrni me friko bobo. Shijojeni se çfarëdo lloj gjëje e vogël që ju po bëni është e bukur, është përvojë juaja dhe e keni marrë tashmë. Dhe mundohem që
para se të fillojnë prezantime, para se të fillojnë aktivitetin, para se të fillojnë ato konkurset që kanë. E vetmja fjalë që unë them, keni punuar fort, keni dhënë maksimumin, tani shijojeni dhe kënaquni. Dhe kjo është nga pikat e forta që unë shpesh herë arrit domethënë që të realizoj të gjithë projektet apo veprimtaritë shumë të suksesshme ose sidomos konkurset që nxënësit bëjnë për të përfituar fonde. Vlerësimi i projektit, ne tham pak më përpara, që është një proces, shkon gjatë gjithë kohës, hecën rritën derisa të arrit tek suksesi, por bëjmë kujdes. Ka dy procese vlerësimi. Çfarë mësuesi duhet të bëjë dhe çfarë nxënësi pret të bëjë nga mësuesi ose të bëhet nga mësuesi. Së pari, vlerësimi duhet të jetë objektiv. Duhet të jetë aq i qartë dhe aq sa ti përgjigjet realisht të gjithë procesit të punës, sepse nxënësi kërkon që vlerësimi dhe objektiviteti të jetë realist. Kam punuar të marr maksimumin, s'kam punuar të marrësh nivelin që ty të përket. Dhe kjo u dol dhe nga biseda e parë ku shumë nxënës vlerësohen me punën e tjetrit. Atëherë duhet të jetë i strukturuar vlerësimi i nxënësit, nga ana e mësuesit. Pse duhet të jetë i strukturuar? Sepse nxënësi do të vlerësohet me kriteret e qarta sipas nivelit. Ai këtë pret. I dua kriteret e qarta, siç e tha dhe Alda, që ajo ndarja e fletës është shumë e rëndësishme për vlerësimin e tyre. Vlerësimi të jetë i qartë. Nxënësi pret që për çfarë do të vlerësohet. Pra, dakor, do vlerëson, po për çfarë? Qartësia nga ana e mësuesit të jep atij mundësinë që të vlerësohet saktë. Të jetë zhvillues vlerësimi, jo mohues edhe jo të thot jo i zhvilluar, pra të ndaloj procesin e zhvillimit të nxënësit. Pse? Të jetë pozitiv pret nxënësi. Nxënësi pret gjithmonë të vlerësohet për atë sado i vogël që të jetë, por pret që të vlerësohet duke vlerësuar arritjet dhe mundësitë për të arritur më shumë. Pra, nëse duam të bëjmë një vlerësim nxënësim shumë mirë, ajo që ti bëre ishte shumë e mirë, por kërkon edhe këtë. Pra që ti mund të ndërtosh edhe një gjë tjetër më pas. Kjo i jep atij mundësi që të thotë, unë punova, u vlerësova për këtë, por ama ka mundësi për më tepër. Të jetë transparent, sepse nxënësi në fund të fundit kërkon që vlerësimi të komunikohet, edhe të thuhet që kjo është ajo që duhet të bëjmë. Dhe ajo që unë pres, jo dikujt i jepet nota, dikujt mos i jepet nota, sepse shpesh herë na ndodh kjo që shpesh nuk ja komunikojmë nxënësve notën e projektit, por mos harroni, është proces, mos vlerësoni kurrë produktin në fund, sepse produkti nuk na mundson aftësitë e nxënësve. Gjithmonë projekti mat aftësitë që nxënësi ka për t'i kthyer njohuritë shkencore në aftësi. Dhe mos harroni aftësitë patjetër që transmetojnë njohuritë shkencore. Mos u fokusoni gjithmonë tek njohuritë. Ta them dhe këtë, ta bëj dhe këtë, ta shkoj dhe këtë, ta shtoj dhe këtë. Jo, fokusohuni, ama ato 5 gjëra që do të bëni të jenë të qarta, të jenë të pastra, të jenë të bukura dhe në fund të ketë një risi. Është elementi bazë i projektit. Risia do të vlerësohet jashtë masa. Ndoshta heca pak shpejt sepse ne kemi të kaluar masën e kohës. Gjithsesi unë vlerësoj nëse keni një pyetje, ndonjë gjë që doni ta dini më shumë ose gjithçka rreth kësaj, e kemi mundësinë edhe për të diskutuar nëse se. Nuk ju lodhëm. Faleminderit shumë. Dhurata ishte kënaqësi. Faleminderit. Orikela, të falenderoj shumë dhe kënaqësi dhe për mua. Një element të vogël, do ma falni, Orikelën e kam pas shoqën universitet, 4 vite bashkë, kemi mbaruar në të njëjtin universitet, në të njëjtën deg, dhe për mua është kënaqësi që pas kaq viteve të takohemi në një trajnim. Kënaqësi dhe për mua, Dhurata. Ndërkohë kemi edhe një sekret, më fal pak. Prandaj Orikela na bëri kaq shumë reklam. Unë ju bëra reklam për një trajnim që besoj ju do më falenderoni nesër dhe jam e sigurt për të. Do t'japim kafe nesër. Shumë mirë. Orikele, kam unë kafe. Vërtet faleminderit shumë. Ndërkohë mund të kujtojmë edhe Arianitës që Anjeza, Edmira, Julinda, Flutra, Klodian, Ariola kërkojnë dhe materiale. Po të lutem edhe këtë materialin që bëm sot. Materialet nga adresat e emailit, gjithashtu do t'i përgatisim dhe një certifikat pjesëmarrje, dhe për momentin, siç e thash në fillim, rrjeti është informal, këto trajnime nuk janë për akredituara, në momentin që të bëhen të akredituara, sigurisht që ju do njoftohemi. Gjithashtu, ne siç e thash, do realizojmë çdo muaj nga një aktivitet, do i shpalosim në rrjetet tona sociale, kush ka dëshirë që t'i bashkohet grupit të mësuesve, rrjetit Invest, është i mirëpritur, edhe nëse keni dëshirë që edhe ju të realizoni ndonjë trajnim ose
tematik të diskutoni ndonjë tematik që ju keni dëshirë, jeni më se të mirë pritur. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen, shumë faleminderit dy mësuesve për trajnimin e bukur dhe për angazhimin, sepse është vërtet një angazhim i madh, se unë e di se sa të zëna jeni ju, dhe faleminderit për mbështetje, sepse ne pa ju nuk mund të bëjmë dot asgjë. Do të falenderoj gjithsesi, Arianita, para se ta mbyllësh, falenderoj pjesëmarrësit për gjithë eksperiencat që na sollën, i falenderoj dhe dhuratën, për gjithë angazhimin dhe suportin. Si gjithmonë shumë kënaqësi e dashur. Alda, Mersi dhe për mua. Ju përshëndes. Ju falenderoj dhe unë shumë. Po, patjetër. Atëherë ju falenderoj për gjithë informacionin që ndat me ne. Ju jemi shumë mirënjohëse. Unë të gjithë të trajnim do ta përmbyll me 3 fjalë. Po. Dua të di mësova. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë dhe Ju vlerësim shumë. Shiko, do doja të shtoj edhe diçka Arianit. Ne jemi vullnetarë këtu. Dhe dashamirësia jonë për të ardhur në ndihmë nëpërmjet përvojave, ato që ne kemi lexuar, eksperiencave, është aq e madhe për ta ndarë me ju saqë shpresojmë të shërbej. Por jemi gjithmonë të hapur të vim në ndihmë kolegëve. Realisht, dhe pas edhe një lloj, le të themi kështu, shpërblimi, është kënaqësi të ndash me kolegë eksperjenca. Shumë faleminderit të gjithëve për durimin. Dhe sukses. Unë diçka të lutem. Arianita ose Zyshave. Ashtu, nuk po e mbyllim ne, derisa ta mbyllni ju. Vërtet dua t'ju përgëzoj edhe për mënyrën se si e bët, sepse unë konkretisht dje kam qenë në një trajnim online me kredite dhe mentor. Dhe më shumë jam kënaqur sot dhe ju betohem nuk e kam për kompliment, që atë certifikat ndash maço, ndash mos maço, unë them çfarë fitova. Kam qëndruar gjithë 3 orë dhe jo vetëm s'kam fituar asgjë, por më vjen shumë keq që unë sot kam diskutuar me kolegët e mia, thash çfarë niveli kemi mësuesit, ndërsa krejt pamje tjetër sot më dhat, dhe shumë faleminderit. Kënaqësi për ne. Vojat dhe ato çfarë ju dini të diskutoni. Kjo është për ne më shumë është e rëndësishme. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Po takohemi në aktivitete të tjera. Një ditë të mbarë në vazhdim. Mirupafshim. Faleminderit.